tash domon 6 vjet profecisë, Islamin e kanë pranuar vetëm 39 burra e 19 gra. Po ato gra nuk janë prezent aty, janë vetëm domon kur ka ardhur Hazreti Omeri e ka plotsuar 40 burra, po me Islamin ti ka arrit numri 40. A deri atë ka qenë 30. Kur trokit ndër, edhe pyetin kush është dhe i tregon se Hababi është me Hazreti Omerin, kërkush nuk guxon më çu me qenë derë. Se e din që Hazreti Omeri ja orë për shërja për hajë. Edhe i vetë viniri që guxon më ngrit me qenë derë është Hamza. Radiallahu anhu është që 3 ditë e ka pranu Islamin. Edhe ngritet, e hiek shpatën, e përgatit shpatën, edhe e hap derën. Thotë qoftë se orë për hajë, peqojmë të pejgamberin Islam. A në qoftë se orë për shërt, ja të i qërojmë hesapet të sitin. Edhe me rastin e parë kur futet Omeri radiallahu anhu, e vren që u zbut Omeri, nuk është ai Omeri i zakonshëm. Edhe dreqkan të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ulet para pejgamberit, ja vendos dorën edhe e shqipton dëshminë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden rasulullah. Thuhet për herë të parë muslimanët e bojnë një tekbir, Allahu akbar, saqë u shton gjysa Mekës. Pe gëzimit madh se Hazreti Omeri fut në fe. Deri këtu për me pa ngjarjet që do të ndodhin pas kësaj, kisha mjaftuar se inshallah me kaq. Për me pa tash do hapa që i merr Hazreti Omeri në vazhdim. E rëndësishme është që dinit islam ju shtu buri 40, shumë i veçantë, një figurë jashtëzakonisht e madhe, që inshallah do të shumë vazhdim Hazreti Omeri do të ketë fatin të udhëheqë musliman më tepër se 10 vjet. Te Abu Bekri po që 2 vjet e 3 muaj shkurt. Omeri do të zgjat atë pushtetin ose udhëheqjen e tij. E do të vrejmë sukseset e mëdha që i ka pas Hazreti Omeri. Edhe a dini çush e quajnë dietarët e Hazreti Omerit? Do të na vjen më vonë. Hazreti Omerin dietarët e quajnë dera e pathyeshme e fitnë, e problematika. A dini çka ka qenë Omeri? Sikur kur e marrën një ten për me nal ujt, për me tubu ujt, edhe e marrën një fortifikat të madhe për me stopu ujin. Edhe ndërku thëhet një pjesë e muajit edhe imagjinoni çush dominon, çush dëvërton ujt. Hazreti Omeri për çështjen e fitnë, problematika që i kanë kapluar muslimanët sot asoj dite, Hazreti Omeri ka qenë një derë mbyllme në raport me të këqijat. Ditën që ka vdek Hazreti Omeri, ditën që ka vdek, u thy dera fitne, dhe do të shohim se me 2 halifët, Uthman dhe Imam Ali, që do të na vinë Hazreti Ali, do të shohim që ka probleme shumë të mëdha. I ka kapluar musliman, edhe e vrejnë që vërtet Hazreti Omeri ka qenë një mbulesë e problemeve, nuk kanë mujt me lind problemet, derisa edhe do të shohim se ajo është vrarë, nuk është vdek natyrshëm, po është mbyt prej një me gjusi, që do të na shohim vazhdim. Për mu thyja e dera e fitneve dhe atë sot asoj dite, muslimanët kanë probleme prej atëherë kur janë thy kjo derë e madhe e mbrojtjes ndaj të këqija. Inshallah dhe Allah më gëmë për atyre që do të kënaqemi me jetën e këtij burri. Nashta keni sabër me mu që kështu ti trajtojmë për gjona, normalisht shumë gjona janë historike, na herë nashta janë të lehtë të mërzitshme me gjatë, na kemi nevojë tash edhe ngjarje që janë emocionale, shpirtërore, po kemi nevojë edhe aspekte historike se jemi të shpjegoj jetën në detaje. Mos u mërzitni me Hazreti Omerin, inshallah dhe në ardhshme do të vazhdojmë pranojmë Islamin edhe çka ndodh deri me hijretin edhe ardhjen e tij në Medinë. Periudha e Medinës, periudha e marrjes së khilafetit, edhe vdekja e tij do të jetë tema e fundit. Elos Allahun që Allahu të shpërblet që